Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, një lajm i mirë vjen nga Malësia. Në Tuzë është krijuar një formacion i ri i forcave politike shqiptare, Forumi Shqiptar, me përbërjen e 3 partive për Alternativën Shqiptare, Lidhjes Demokratike Shqiptare dhe Unionit Demokratik Shqiptar. Ky është një lajm i mirë sepse ne duam që shqiptarët të jenë një forcë politike, sidomos kur janë kundrejt forcave të ndryshme brenda qeverisë së Malit të Zi. Kam të ftuar në studio këtu profesor Anton Laçaj për diskutuar këtë zhvillim të fundit politik në Malin të Zi, në Tuzë më saktësisht. Profesor Antoni, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ne diskutuam paraprakisht jo më shumë se sa 2-3 ditë më parë, mësuam që është arritur dhe një marrëveshje, jo vetëm në parim, por është arritur një marrëveshje midis këtyre forcave politike. Si mendoni, a është kjo në të mirë të jetës politike të shqiptarëve në Malë të Zi dhe në Tuzë specifikisht? Për mendimin tim, unë mendoj se jo vetëm tani, po ky bashkim do të duhet ishte domethënë partive shqiptare shumë herë më parë. Megjithatë, Forumi Shqiptar si forum ka bashkëpunuar normalisht me 3 parti dhe ka pas edhe përkrahas të tjerë, por unë sa është një veprim i mirë që është bë dhe do dëshiroj edhe do bëhej, do t'i bashkangjiten edhe të tjera parti shqiptare tek shqiptarët në Malë të Zi, sepse duke u krijuar si një subjekt, mendoj që janë më të fuqishëm dhe fjala e tyre do ndëgjohet akoma më shumë edhe tek votuesit, edhe tek qeveria malazeze, pra edhe në atë qendror dhe në atë lokal. Dhe unë pash vërtet si lajm të mirë, megjithse gjithmonë dihet se partitë politike ato në radhë parë shohin interesin e tyre programor, dhe pastaj normalisht edhe interesin e qytetarëve, por megjithatë më vjen shumë mirë që e kanë kuptuar drejtuesit e këtyre partive, sepse elektorati kërkon një bashkim të mendimeve, kërkon një bashkëpunim të mes shqiptarëve, sepse duke patur parti, domethënë më shumë shqiptare se sa ndoshta edhe do duhet kishte, në Malë të Zi, në një farë mënyrë ata ndodhen edhe në një konfuzion se cilën do të votojnë dhe nganjëherë duke u ngrindur se jo po këtë parti shqiptare, apo ata parti shqiptare nuk votojnë fare, ose votojnë për një parti të tretë që mund të jetë edhe jo shqiptare. Pra e shoh si një hap pozitiv, shpresoj e besoj që drejtuesit e këtyre partive ta kenë seriozisht, pra jo vetëm në prag të zgjedhjeve që pritet domethënë të bëhen për komunën e Tuzit në mars të vitit që vjen. Shpresoj që vërtet ta kenë atë qëllimin njerëzor dhe qëllimin kombëtar, që këto parti të shërbejnë çështjes kombëtare, të shërbejnë ruajtjes gjuhës dhe kulturës shqiptare në trojë shqiptare, dhe normalisht të ngritjes së mirëqenies së jetesës së bashkumas dhe tonë atje në vendlidhje. Në një koment të informacioneve, lajmeve nga Mali i Zi, nga Malësia, thuhet që këto parti edhe i druen defaktorizimit, thuhet kjo fjalë, domethënë të forcave të tyre politike në jetën politike në Tuzë, në Malësi, por edhe në Malë të Zi. Ndoshta ky është edhe një motiv tjetër për të bashkuar, për të qenë më tepër të bashkuar kundrejt forcave të tjera politike. A shihni ju këtu që mund të hapet shtegu për një union ndër shqiptar, në kuptimin edhe të partive politike që janë në Ulqin ose në Pllave Kuci? Unë mendoj se po. Në një farë mënyrë unë jam dakord me ata që thoni ju në lidhje me ndoshta në një farë mënyrë ka kanë edhe një presion, sepse
Dihet se partitë politike, ato në radhë parë, krijojnë një program dhe krijojnë programin e tillë që t'i shërbejnë në radhë parë partisë për të qenë pushtet ose për të marrë pushtetin. Dhe sigurisht se janë ato barometra gjithsesi llanët e cilat e përcjellin ngritjet dhe uljet e përkrahjes nga elektorati. Ndoshta edhe këta e kanë ndier, domethënë se në një farë mënyre sado që ndoshta edhe pretendosh se do realizosh programin, ka shumë faktorë që ndoshta nuk lejojnë ose nuk e mundsojnë realizimin, qofshin ato faktorë të qëllimshëm apo të pa qëllimshëm, dhe kjo ka qenë, domethënë, ndoshta rasti shumë i duhur dhe shumë i qelluar, por absolutisht nuk e përjashton asnjëherë se një nga faktorët kyç ka qenë edhe kjo, duke patur frikë nga ulja e nivelit, domethënë nga ulja e përkrahjes së votuesve. Një gjë pozitive që këto tri parti kanë patur është sepse ata patën një përvojë bashkëpunimi, ishin në koalicion tani disa vite si Forum Shqiptar, dhe përmes këtij forumi domethënë forcuan pushtetin në komunën e Tuzit, forcuan domethënë pushtetin në qeverinë e Malit të Zi, në Kuvend, dhe po ashtu edhe në Ulqin. Dhe si të tillë mendoj që ka domethënë edhe ideja dhe mendoj që është rruga e vetme që ata të sigurojnë domethënë edhe vende në kuvendet komunale, por ama edhe në kuvendet qendrore, që është kuvendi i Malit të Zi, dhe ka qenë një mundësi shumë mirë për ta, për ta shfrytzuar në këtë kohë, dhe besoj që me të vërtet edhe partitë tjera, pra që veprojnë në Malë të Zi, pra partitë shqiptare, t'i bashkohen kësaj partije, ose në një farë mënyre pse jo të organizohet një parti bashkë shqiptare për gjithë shqiptarët në Malë të Zi, dhe ku më mirë do ishte kjo, të flasim të gjithë me një zë, për projekte të caktuara dhe të shpëtohet edhe ajo pak kulturë, gjuhë, traditë dhe të largohet, domethënë, sindromi gjithsesi sëmundja e asimilimit, sepse është vërtet fatkeqësi e madhe që neve vetëm shkojmë të kurrëmi si popullsi në përqindje, jo vetëm shkaku i emigrimit, por edhe shkaku i asimilimit, që fatkeqësisht ndodh në heshtje, edhe përmes arsimit, edhe përmes jo zbatimit të drejtave të njeriut dhe jo hapësirës mjaftueshme për shqiptarët për të integruar, për të ruajtur kulturën dhe gjuhën. Një element dëshmues për këtë ishte fakti para disa kohësh me rastin e festës së çlirimit të Malit të Zi, ku u eliminua në kushtetutë duhet të vijë edhe flamuri shqiptar, por nuk është vënë, edhe pati reagime edhe nga... Këtu pikërisht deshta marrë të kjo çështje, asimilimi në fakt përmirësimi i gjendjes ekonomike, përmirësimi i kushteve tek shqiptarët, në një farë mënyre është përmirësuar. Komuna udhëhequr nga shqiptarët, domethënë ka pas një ndikim shumë pozitiv në përmirësimin e infrastrukturës, në përmirësimin e kushteve për punën, në përmirësimin e kushteve për shkollat, ndërtimin e kopshteve, dhe gjitha këto, por të them të drejtën në punësimin e shqiptarëve, por të them të vërtetën, unë nuk kam pas se ka pasur përmirësim në ruajtjen e gjuhës ose kulturës shqiptare. Nuk është bashkë mjaftueshëm në edukimin e të rinjve me identitet kombëtar. Pikërisht ky fakt që kur u bë festimi i pavarësisë Malit të Zi, mendoj 21 maj, në kushtetutë edhe me ligj, domethënë edhe brenda rregullave të komunës, por në kushtetutë e Malit të Zi, aty ku shqiptarët janë shumicë, domethënë për krah simboleve shtetërore malazeze, domethënë vendosen simbole shqiptare. Tashti ndodhen diçka shumë e çuditshme, por edhe të qëllimshme,
dhe unë mund të them qëllim keqe, sepse malësia, dhe më thënë, në radhë parë duhet të dinë, çdo qytetar që jeton aty, duhet të dinë se është tokë shqiptare, pavarësisht se është në ingerencat e shtetit Malazias, por duhet të jem tepër të bindur se ai është trull autokton shqiptar dhe shqiptarët në asnjë pikë nuk duhet të cënoj identiteti kombëtar. Fatkeqësisht u është cënuar dhe u është marrë, sepse me veprimin e tyre që ata banë, për shembull, ata u ngritën një grup, ata quajnë përkrahësit e Gjoja Tuzi, sepse mundohen, ka rryma të ndryshme që punojnë në asimilimin e shqiptarëve në Maltezi, gjithsesi në Malësi. Ekziston një rrymë që mundohet të baj ose gjithsesi ta mbaj Tuzin, qendrin e Tuzit, sikur se është e tjetërsuar nga Malësia. Pra Tuzi është thjesht një qytet, është qendra e Malësisë. Pra nëse e shoh nga koncepti matematikor, është një nënbashkësi e një bashkësie të madhe. Pra bashkësia e madhe. Ata do ta mbajnë Tuzin jashtë nga Malësia. Ata faktikisht do ta mbajnë Tuzin, sikur se Tuzi është diçka tjetër që nuk identifikohet me Malësi. Unë nuk e di se si, për shembull, është e njëjta gjë sikur se ti të ma sulmosh zemrën dhe trupin mos të merresh me trupin. Pra Tuzi është qendra e Malësisë, është zemra e Malësisë, por Tuzi pa gjithë rajonin përreth e Malësinë nuk mund të ekzistojnë, dhe ana sjellët as Malësia pa Tuzin, sepse ato janë të pandara. Pra siç e thash, ekzistojnë rryma, se Gjoja po e përkrajnë Tuzin, pra janë pasardhës shqiptar, janë njerëz tonë, janë njerëz të fiseve tona, edhe të Hotit, edhe të Grudes, edhe të Trieshit, edhe të Kastratit, edhe të Kojës, më thënë, gjithë janë shqiptar, ka ndoshta një përqindje jashtëzakonisht vogël që mund të jenë jo shqiptar, flas me origjinë, janë të asimiluar, po janë të asimiluar deri në atë mas, sa ata e urrejnë rrënjët e të parëve, e urrejnë gjakun e stërgjyshave tyne, e urrejnë gjuhën e tyne, e urrejnë identitetin e tyne, e urrejnë flamurin e tyne, dhe çka bëjnë këta? Këta formojnë shoqata, organizata jo qeveritare, edhe vjen shumë keq që në ato organizata ka njerëz që unë i njoh, edhe kanë punuar në arsim, edhe dikur, ndoshta kemi kanë në bashkëpunim për të arritur deri te komuna, sot ata edhe nuk flasin shqip. Dhe çka bën këta, domethënë, disa ditë para se zyrtarisht duhej të baj dekorimi i qendrës së Tuzit, që ishte rrugëve të tjera Malësisë për celebrimin e përvitorit të pavarësisë së Malëzi, këta shkojnë mbulojnë, domethënë, aq bëhet investim që nuk mbahet mend që një qendër, një shesh, domethënë, të kenë aq flamuj malazes dhe të allurojnë, domethënë, aq shumë se Gjoja, këta po tregohen si njerëz shumë ma të dashur ndaj Malit të Zi, se sa veç shqiptarë që jetojnë aty. Këta harrojnë se pikërisht këta njerëz që sot merren me këtë çështje, janë njerëz që deri dje nuk donin të ndjenin as për Malin e Zi. Jam i bindur që shumica e tyre, baballarëve tyre, jo këta sepse këta janë në moshë shumë të re, nuk votonin për Malin e Zi, votonin ishin me Serbi ose ishin me Bosnjë. Pra, absolutisht nuk ishin as me Malin e Zi. Dhe tani duhen të bjenë në një situatë që të jenë të përklelurit e Malit Zi, niko që ata harrojnë se janë veç shqiptarë që i sollen pavarësinë Malit Zi. Pra janë pikërisht shqiptarët që këta Gjoja, po duhen të mbrojnë Malin e Zi nga këta shqiptarë. Pra është me të vërtet për të ardhur keq, sepse atë dekorimin e ka për obligim dhe detyrim, domethënë, e ka qeveria Malit Zi në bashkëpunim me komunën. Dhe çdo vend ku në institucione publike ose në trull publik, në sheshe publike, çdo vend ku figuron flamuri malazes duhet të jetë flamuri shqiptar, sepse aty shumicën e përmbajnë shqiptarët. Dhe edhe herë po përsëris, vërtet është për të ardhur keq që një popullatë e cila ka origjinë shqiptare, ka gjak shqiptari me 4-5 breza, unë njoh njerëz që edhe në 3 breza janë shqiptarë që gjyshat e tyre nuk e kanë folë një fjalë të vetme, nuk kanë folë, nuk kanë ditë me folë,
dhe nipat e tyre sot të rumbetojnë, sikurse pro-serb ose pro-boshnjak ose nuk e di çfarë tjetër. Pra me shumë respekt, edhe për gjitha kombet tjera, por ajo që do është aty të vret, si bashkëvendas dhe si njerëzit tu, që dalin nga një familje, nga një gjen, dhe të jenë armiq tu më të mëdhenj, paksa të ban të jesh e prekur dhe ky shkak duhet të përdoret pozitivisht tek shqiptarët, do ta thirrin mendjen se si edhe çfarë pozicionit mund të arrijnë nipat tonë ose stërnipat tonë nesër, që të bien ndesh edhe me ideët tona, me idealet tona, por ama edhe me tokën e stërgjishave tonë, të cilët kanë derë gjakun për atë.